Atëherë zotë Shahini, si e ke parë merkaton e Elbasanit këto ditë? Tani ekipi i Elbasanit po përgatitet për ndeshjet në Europë. Merkato është besoj që do ta kompletojnë ekipin siç ka qenë me gjithë këto lëvizjet që janë bërë. Kanë ikë lojtar, kanë ardhur lojtar. Besoj që edhe presidenca po mundohet me vel ta kompletojë ekipin në çdo pozicion që mund të ketë mungesa. Si e shehe përballjen me Bate Borisov në Europë? Një emër i madh, por ndoshta këtë sezon ka probleme. Bate Borisov është një emër i madh në futboll, ka luajtur në grupet e Champions League-s. Elbasani s'do të ndikohet fare kjo pjesa, plus si diskutohet që janë dobët me financat, kanë probleme financiare, por prapë emrin e kanë të madh në krahasim me Elbasani, por prapë mendoj që Elbasani do paraqitet dinjitos me Batën. Elbasani nuk ka kaluar asnjëherë asnjë tur në Europë. Është ndoshta ky viti i dur për ta tentuar. Ndoshta ky mund të jetë viti i dur që Elbasani ta bëj hapin që të kalojë turin e parë dhe pastaj duke parë dhe kundërshtar që mund i vinë përballë. Ke besim që mund t'ja dalin? Kam shumë besim, duke parë seriozitetin që edhe në stërvitje edhe me presidenca për shembull që merret me lëvizjet e lojtarëve, duke u munduar të kryejë edhe kushtet si një ekip me traditë që është Elbasani, edhe me kushte serioze. Po për sezonin e ardhshëm, besoj të jetë një Elbasan pretendent. Kam shumë besim që Elbasani do jetë përsëri në katëshën e parë. Edhe mund të jetë ke vendet e para, në katësh është sigurt që do jetë. Mas paraqitjes dinjitose që bani këtë vit, kjo i shërbeu dhe si përvojë për vitin që vjen.